Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, kudo që na ndihni të nderuar shikues. Mjekësia është një problem i jashtëzakonshëm për Kosovën, në nevojë që ajo të reformohet, të përplotësohet dhe të karakterizohet natyrisht me shërbime dhe shumë me funksionale. Tani që prej pas luktës së këtej ende nuk është funksional sistemi i shërbimeve shëndetësore, sigurime shëndetësore. Në disa raste, disa qeveri i aprovuan ligjet përkatëse, por zbatueshmëria e këtij ligji në praktik 26 vite pas luftës, nëse mund ta themi kështu në njësi, se kohë nuk është ende në fuqi. Mbi një fushë konkrete disiplinare të mjekësisë do të diskutojmë sot, me atë fushë që kanë gati nevojë në masë të madhe njerëz. Kemi të bëjmë me kirurgjinë vaskulare. Kush janë kategoritë më të prekura në Kosovë? Cili është ky trend i nevojave të prekurve nga tazëm diabeti, smundje tjera përcjellëse që shqetësojnë organizmin, mbi trendet aktuale dhe gjanësisht në të kaluarën, sa është e zhvilluar kjo fushë, kam ftuar Dr. Bekim Ademin, kirurg vaskular. Dr. Ademi, faleminderit për kohën që sonte me mua këtu, edhe me publikun, për t'i ofruar një perspektivë tuaj, një rrëfim tuaj mbi fushën. Po, faleminderit ju për ftesën. Me kënaqësi do të përgjigjem pyetjeve tuaja dhe ato që dim dhe mundemi ta informojmë publikun në gjatë për smundjet vaskulare dhe për simptomat, trajtimet e smundjeve të ndryshme vaskulare me të cilën ne ballafaqohemi thuajse çdo ditë në Kosovë. Sa prej kjo smundje dhe smundje tjera përcjellëse që e atakojnë, nëse mund ta them ashtu, doktor, nevojën për trajtim vaskular? Fillimisht, të them që me përqindje nuk do të mirën për arsye se numrat sa është nëse mund ta them po. Po një gjë është aktuale ditë se smundjet kardiovaskulare janë smundjet më të shpeshta që atakojnë njerëzit dhe për shkaktarë më të shpesh thuajse të vdekjeve. Ne si kirurg vaskular mirëmi me patologjitë e smundjeve vaskulare në përgjithësi të ekstremiteteve të sipërme, të qafës, të barkut, abdomenit, të ekstremiteteve të poshtme. Por nuk jemi në domenën se jemi ndarë për kardiokirurgjistë që mirën me problemet e smundjeve të enëve të gjakut të zemrës dhe me patologjinë e zemrës. Do të përveç zemrës, të gjitha enët e gjakut në organizëm i trajtojmë apo i shërojmë në mënyra ndryshme këtu në qendra klinike universitare dhe në institucionet private tona. Në përvojën tuaj, doktor, cila o gjendja sot në vitin 2026? A shini, nëse mund ta them ndër vite, a shini trend në rritje të trajtimit nevoja vaskulare të enëve të gjakut? Po, fillimisht nga ato patologji që i përmene që mund të jenë edhe me smundjet kardiovaskulare zakonisht atakojnë moshat më të mesme, po moshat e shtyme të popullatës dhe me ndrimin e kushteve të jetës, me ndryshimin e ushqyeshmërisë, standardit jetësor, edhe smundjet kardiovaskulare janë ato të cilat rritet numri i tyre. Për shkak, siç e dim, gjithnjë luftojmë që të kemi një shëndet apo një ushqim bio, të cilit flitet shumë, po mënyra jetesës, stresi kronik, cili është mjaft i përfshirë ose në rritje e sipërt të popullata jonë përgjithësi të njerëzimit, keq ushqyeshmëria apo ushqyeshmëria me produkte të cilat nuk janë industrialisht të përpunuara, e rrisin numrin, e rrisin incidencën apo smundjet të enëve të gjakut, dhe me këtë rrisin edhe morbiditetin dhe mortalitetin e tyre. Domethënë, smundjeshmëria dhe vdekshmëria nga ato. Përveç smundjeve të artereve, të cilat përmendet që atakojnë më tepër këto patologjitë, ne mirëmi si kirurg vaskular edhe me shërimin e smundjeve të venave sipërfaqësore dhe venave të thella, që duhet t'i ndajmë këto si vena sipërfaqësore dhe venave të thella, po. Po. Që është një fushë kritike, nuk është kritike, apo? Kritike është për shkak se disa raste mundën me qenë edhe fatale. Edhe pse sado që thonë që shembull janë venat të zgjenume apo venat varikoze që i thojmë ne, mundet që ndodhet një tromboz e tyre të shkaktojë një emboli ose një rrogtim të një trombi apo asaj pjesës të gjakut që trashet nga ena gjakut, të udhtojë deri në mëshnitë të shkaktojë
emboli mushkëlore, apo mund të shkaktojë edhe invaliditet deri në vdekje. Në fatalitet, po. Fatalitet. Janë më të rralla, po ndodhin shpesh, sidomos gjatë stinës së verës. Kemi një rritje të numrit të trombozave të venave të thella flas, te pacientët apo te udhëtarët që vinë nga jashtë, që udhtojnë një kohë gjatë me automobil apo me aeroplan, dhe nuk kanë lëvizshmëri të ekstremiteteve të poshtme, gjatë kohës sa udhtojnë me orë të tëra apo pritjeve në kufi, dehidrimi, një inflamacion ose një pezmatim i rastishëm që mund ta kenë, mund të shkaktojë një krijim të trombit në venat e thella. Pi thomni stop në organizëm, del një laura të dika dhe... Po, laur, pikërisht ashtu laur, se ti shpjegoj për një kohë shkurt edhe ndërtimin e enëve gjakut në vit të kohë gjatë, po pikërisht janë disa laura apo disa valvula, i thojmë ne, të enëve gjakut, cilët në princip nuk e lejojnë gjakut të kthehet mbrapa në shputa, po e stopojnë, e ndalin. Gjatë lëvizjes dhe aktivizimit të muskujve, gjaku me ndikimin e pompës muskulare u thon ka pjesa e barkut e deri në pjesën e zemrës. Momentin kur pacientët qëndrojnë, s'tam kushtimisht pacientët, por personat, njerëzit, qëndrojnë një kohë të gjatë në këmbë ose pasiv, pa aktivizim të pompës muskulare, mund një tromb të shkaktojë pikërisht në ato laura të formohet dhe mandej të gradualisht të rritet. Momentin kur personi fillon të aktivizohet ose shtrihet në pozitë horizontale, i njëjti tromb i cili është krijuar në venat, i cili shkakton relativisht fillimisht një ajtje të këmbës, themi, mund të udhtojë deri në mushkë dhe shkaktojë emboli mushkëlore. Personalisht ne edhe njohim edhe kemi pas pacientë të cilët pikërisht në momentin kur janë shtrinë horizontale në krevet, ka mësuar një sulm embolik në mushkëri edhe siç thojmë ne, ka shku thujse pa amanet. Për arsye se nuk mundesh në ato raste as me dhënë ndihmë adekuate, se është një trombozë ose një emboli masive mushkërive, e cila shkakton një fatalitet. Për këtë arsye duhet të them që personat ose bashkëdhetarët që udhtojnë nga jashtë, që vinë këto kohë të nxehta të verës këtu, spaku pauzat 2 orë që në kur ndalen për të pushuar, le të lëvizin rreth makinës që të aktivizojnë çat pompë muskulare dhe të mos të lejojnë që të krijojnë ato trombet në venat e thella apo në venat sipërfaqësore tek ata të cilët kanë venat zinume tashmë. Se venat e zinume për ata persona që kanë venat zinume, po duhet lëvizin në pauzat më të shpeshta, por edhe të bëjnë një prevenim ose një prevencë paraprake para se të nisen ose gjatë rrugtimit. Të marrin një tablet kundër trashjes së gjakut, një aspirin, e cili prevenon pak a shumë krijimin e masave trombotike. Kjo do të thotë ishte kjo më aktuale që kemi tash muajt e verës të pacientët, po them kushtimisht pacientët, po personat po të cilët bën pacient në momentin kur potencialisht mund bën pacient edhe këto janë ato simptomat të cilët me këto raste përballeni shpesh vinë ose vinë pacientat, personat që kanë qenë në pushime në deti, kanë dehidrimi, staza, që e mungesa e lëvizshmërisë shkakton trombozë, e cila me pasojë ka tajt, këmbës, skuqje, dhimbje edhe këto elemente tjera. Tek personat që kanë diabet, tek cilët personat që kanë histori smundjesh vinë më shumë të ju? Nëse mund ta them në Kosovë, këtu ku përballesh këtu. Po, përballemi ne këtu, do thotë përballemi. Kush janë kategoritë e smundjeve që zbarkojnë më shumë ata lloj pacientësh të ju? Do thotë, siç thash, ndryshimet në artere për shkak plakës popullatës përgjithësisht, është ushtuar numri i personave me smundje arteriale. Do thotë me smundjet arteriale janë ato të cilët progredojnë me kalimin e kohës me moshën. Përveç moshës janë ndryshimet e rregullimit metabolizmit të yndyrnave, të diabetit ose sheqerit, hipertensioni, tymosja e duanit, tymosja mendoj përdorimi i alkoolit, ndikojnë në plakjen apo dëmtimin e artereve. Edhe si pasojë e tyre kemi edhe simptomatologjitë, varet prej cilës pjesë të organizmit e përfshin dëmtimi i arteres, kemi edhe simptomatologjitë përkatëse. Do thotë këtu kemi një trend të rritjes të smundjeve arteriale. Trend të rritjes, po. Trend të rritjes për shkak të plakjes popullatës. Ne kemi punë më tepër me popullat
3, mosh 15-20 vjeçare, po për shkak se rinia baka shumë është largu, edhe kemi fillu më plaksi përgjithësi si popull, mosha mesatare. Po, ka lëviz mosha mesatare. Ka lëviz mosha mesatare, sëmundjet kardiovaskulare kanë fillu me na ushtu neve në rritje. Përqindja ka qenë konstante, por për shkak numrit pacientëve më të madh, ashtu ne ka rrit. Kjo është ajo që pyetet për me çka ballafaqohet. Kategoritë pacientësh, po ku i prek më shumë kështë, cilët persona me cilët histori sëmundjesh. Por gjatë stinës së verës, do thotë kjo është kategoria e tyre, po është edhe sëmundja edhe pacientët të cilët janë me sëmundje të diabetit, me sëmundje sheqerit. Ata janë më atakum, sidomos gjatë stinës së verës, kemi komplikimet e diabetit më shumë gjatë stinës së verës, për shkak të nxehtit, për shkak të ekspozimit ndoshta të infeksioneve më shpeshta, atëherë komplikimet e tyre më shpeshta. Jo në kuptimin sistemik, themi të ngritjes së sheqerit, por në kuptimin e komplikimit të shputës diabetike. Se vetëm se shputa diabetike si entitet është një fushë e gjerë veprimi komplekse, duke përfshirë gjitha ndryshimet që ndodhin në organizëm për shkak të sëmundjes së sheqerit te shputa e pacientit, shputa e personit që është me sëmundje së sheqerit. Aty janë mande këto infeksionet e ndryshme deri te gangrena dhe amputimi, po. Keni raste të amputimit? Po, ka. Për shkak të prekës nga kjo... Pacientët që kanë me sëmundje të diabetit, përveç që kanë ndryshime në enë të gjakut, do thotë enë të gjakut fillojnë me u sklerotizu, do thotë nuk kanë qarkullim të mjaftueshëm, nuk kanë qarkullim të mirë të ushqyeshmërisë së indeve në shputë. Ata njëkohësisht psojnë edhe dëmtim të nervave, të cilët e inervojnë lëkurën, muskujt e indet në shputë. Edhe i humb ndjeshmëria e tyre. Në faktin kur humb ndjeshmëria e tyre, ata nuk e ndinë që shputën e kanë të tyre, do thotë shkelin sikur mos kanë ndjenjë fare. Gjatë verës lëvizjet të lira pa çorapa, në papuç apo në plazh ku diun, një dëmtim i vogël i integritetit lëkurës mund shkaktojë deri te një infeksion lokal. Mos në disa raste edhe banal në shputë, por personi nuk e ndin sikurse nuk e jeton sikurse personat që kanë ndjeshmëri normale, edhe neglizon, duke ashtu mëdhe faktorët e diabetit cilët i ndihmojnë krijimit të zhvillimit të infeksionit edhe më tepër se sa që te popullata normale, te ata fillon infeksioni të jetë më agresiv. Fillon më agresiv. Neglizhenca e këtyre simptomave fillestare vjen deri te komplikimet e mëdha të mëvonshme. Nëse nuk trajtohet në mënyrë adekuate fillimisht, ndoshta me antibiotik ose me ndiprim e evakuim qelbit ose atë mund të shkaktojë një progredim, një acarim të situatës lokale të shputës me infeksion ose me qelbizim deri në gangrenë të gishtave themi apo të shputës, edhe me gjendje të përgjithshme të atakume në disa raste. Shpesh vjen te populatat të cilët janë mjaft të atakuar për shkak se i neglizhojnë. Ndoshta po bëjnë nesër mirë, ndoshta po bëjnë mbas nesër mirë, edhe vjen deri në fazën kur duhet të aplikojmë të bëjmë amputim ndoshta të gishtave apo të shputës apo edhe të këmbës për me mund me shpëtu jetën pacientit. Doktor, cilat janë rastet më kritike në përvojën tonë që i ke pas në këtë fushë? Je kodrën, se më ta themi Zagrebit, por për këtë do të flasim edhe pak, i atyre viteve të luftës në Jugosllavi që nisi Serbia e djeshme e Miloševićit. Kjo Serbi, mendësia saj nuk ka ndryshuar as sot ndaj këtij realiteti ku jetojmë, por nuk do të shti fare në politikë të trim te fusha juaj. Kush janë rastet më kritike ku ti e ndjen ndoshta edhe secili mund jetë me lëkundje me raste që duhet të keni kujdes, synoni rezultate natyrisht? Në kirurgji, do të kjo Qysh është para se me hinë sallë, gjithmonë? Para se me hinë sallë kemi rastet elektive, të cilët përgatitim për operacion, edhe rastet urgjente. E kjo që folët ju, që kemi kalu kjo pjesë, është diçka më traumatike, se ballafaqohesh në rastet e traumës të plagosjeve, therjeve, ballafaqohesh me
një rast, me një entitet cili është i panjohtur për ty në atë aspektin se të prishet morfologjia, prishet konstruksioni i indit apo i ekstremitetit, edhe duhet me bot pamundurën për një person që ka qenë i shëndosh, për një moment varet jeta e tij në duart e tu. Atëherë aty ndryshon këtë strategjia e trajtimit. Kurse te rastet elektive është diçka tjetër. Për arsye se e ke një pacient i cilin e përcjell për një simptomatologji përkatëse, edhe duhet t'i shpjegosh që për këtë patologji kemi me bë këtë intervenim apo kjo metodë është më e mirë për ty, edhe kjo metodë është më e suksesshme me cilin mundesh me ballafaqu. Do thotë të bën një program ose një skemë, një planifikim për me intervenu. Po edhe planifikimet që i bëjmë te pacientat nuk janë planifikime që bën të njëjta, me thonë drejtën një skemë e cila është uniforme për gjithë. Çdo pacient është pacient me karakteristikat të veta dhe të secilit duhet më bëhet qasje të personale për pacient. Do thotë nuk ka skemë te kjo grup moshe apo te ky pacient shkon për gjithë. Po supozoj mbyt këtë lloj bakterie dhe ky lloj ampicilini duhet përdorur të gjithë, se nuk shkon ashtu, apo jo. Çdo operacion çdo themi se nëse marrë shembull 10 pacienta me një patologji me smundje të njëjtë, trajtimi është metoda e njëjtë, mirë po procedurat gjatë punës ndryshojnë, se ndryshon morfologjia, ndryshon anatomia topografike, edhe ndryshon gjithçka. Ndonjëherë edhe vet personi e ka një aurë, themi kështu, aty që te dikush shkon më lehtë, te dikush më vështirë, si thot populli, aty ne kish komën e lehtë apo kish komën. Kështu është edhe te ju. Po, ka të disa pacient mundohesh shumë thjesht shkon lehtë, te disa shkon më vështirë. Unë përvojën time them pacientat të cilët kanë besim te mjeku, te kirurgu dhe besojnë shëndetin, fillimisht duke qenë mirë të informuar për smundjen e vet, duke qenë mirë të informuar për trajtimin që ka më bë mjeku, edhe i dorëzohen në atë kuptimin që besojnë. Ja besojnë sovranitetin kështu po them, komplet. Pikërisht, kalojnë shumë më lehtë, shumë më mirë se sa pacientët të cilët kanë një dozë të dyshimit, një dozë të frikës, një dozë të mosbesimit për mjekun apo për ndikon ana psiqike do. Shumë ndikon. Shumë ndikon ana psiqike, po flas personalisht për veten time, edhe ka kohë apo ka vite të pacientët të cilët nuk janë 100% të vendosur për operacion, nuk insistoj asnjëherë që t'i operoj. Për t'i funë sallë operimi. Edhe pse ndoshta është indikacioni që mundet me prioritar, po ata që janë vital, do të thotë që varet jeta, edhe nuk marrim 1% prej familjarëve. Kuptomi, nuk i do që të fallas po don ky më operu, edhe le vdes. Jo, marrim 1% prej familjarëve, i shpjegojmë që ky nëse nuk operohet, mundet me Kto janë pasojat. Kto janë pasojat. Shkon vdes. Po nëse operohet, gjasa ti ka për me shpëtu. Atë ngulim këmbë për operim. Po te rastet elektive, thash se kanë për qëllim përmirësimin e kvalitetit të jetës, përmirësimin e gjendjes përgjithshme shëndetësore, pacientët cilët i besojnë doktorit kalojnë më mirë se këta që kanë mosbesim. A të kujtohet për herë të parë kur e ke bë operimin e parë? Po. Ose ndër operimet e para, si më thonë? Operimet e para zakonisht kanë qenë ne thojmë kirurgji preme të vogla, incizione, evakuim qelbit ose aterom, lipom, diçka të vogla, po kështu operim si specializant i kirurgjisë, operimet i parë i madh që cilën e bëjmë ne është zoraqore ose apendiciti. Po. Pikërisht ose hernit, po shumica e bëjmë apendiksin ose apendicitin. Si operacion më të madh që e konsiderojmë në rrugtimin ton për kirurg. Po. Po më kujtohet zakonisht vitin e parë të specializimit pas luftës, rasti i parë ka qenë, me emër nuk më kujtohet se kam harru, po pikërisht e di djalë, student ka qenë, dhe një përvojë përveç stresit që e ki që duhet ta marrësh përgjegjësinë edhe pse e ki kirurgun Shosh me pasi si kirurg datë operacion skalperin ndur kështu. Po është ndjenjë se t'jep një dozë të fuqisë të madhe, të mos them, nuk di si shprehem tash, po
nuk do ta luajmë na Zotin përgjithësi, po na jep një fuqi, një dosë, që themi, të jeta dikujt është nduar tua. Tash një farë superioriteti përveç asaj profesional, po dhe njerëzor e ndjen satisfaksion edhe moral shpirtëror, po. Po në veç tjeras është përgjegjësia shumë e madhe. Është përgjegjësia shumë e madhe. Tash kur kombinohet përgjegjësia për eventual për pacientin, për shëndetin e tij, edhe suksesi apo puna jote e cila është shumë e vlefshme që ja shpëton jetën dikujt, kur të dy gjëna bashkohen, atëherë është një ndjenjë shumë e veçantë. Dhe nuk është e papërshkrueshme ndoshta për opsion për dikë tjetër që s'është i fushës. Për profesione tjera pa keq kuptime, por është diçka më them hyjnore, e kësaj pjese. Nuk kompenzohet me asgjë. Jo, është kënaqësia që ndjejmë ne është diçka me vërtet është e pa shpjegueshme. Ta shpëtosh dikën nga ose t'ja përmirësosh fillimisht kvalitetin e jetës, t'ja largosh smundjen, t'ja largosh dhembjen, ndër tjera se ta shpëtosh nga komplikimet, mos e më nga vdekja, është diçka besoj që është hyjnore kjo punë. A ka ndonjë rast që nuk e harron dot fare nga po këtu të thema është rasti i parë që thatë kur po se gjithmonë nis me rasti i rrethimin parë nuk e përfundova deri në fund, po ishte një rast mjaft i rënd i komplikuar, nuk dishim se zakonisht zorat të qoret ose apendicitet janë disa më të lehta, po disa më të komplikuar edhe nuk është e njëjtë. Edhe pse zorçoret e dikush është një inflamacion i lehtë, te dikush është një pulsitje, një perforim, te dikush është zora qore është mbrapa zorës trash, edhe është problem për me arritë aty, është mbështjellur me ato cipat, edhe nuk është, do thotë siç thash në fillim, nuk është e njëjtë, edhe pse diagnoza shuhet e njëjtë, po qasja, puna operative edhe çdo gjë tjetër trajtimi nuk është i njëjtë, do thotë ka aty dallime. Edhe më kujtohet ajo pjesa që fillova me të jep kirurgu, me provoj të jep skalpelin edhe para kitu ki shpjegu cilën me çfarë metode kemi shkuar, ku po më vë premja, cila stresa më shkujt anatominë e organizmit, po për fat të keq timin pacienti ishte shumë i rënd. Kishte pas një absces, një pulsitje të zorës qore dhe ishte jashtë kompetencave të mia, të njohurive të mia për me arrit me kry atë operacion. Edhe kirurgu që më asistonte, doktor Sali Krasniqi, tha rasti i rënd për ty, tha po i ndroj mend. Edhe fatikisht në ato momente kur nuk ki kompetenca profesionale më të mëdha, e merr kirurgu që është profesionist, kirurgu senior, kalon vendin ton si nxënës edhe fillon. Po realisht doli edhe më rënd se sa që mendon. Ma do desh me thirrë një kirurg shefin e ekipit se qelloi me vërtet rast mjaft i komplikuar. Edhe i ndjeri me Aliu erdh, tha ja thirrëm për me ndihmu, thirrë doktor Salia. Tha, çka me rasti jot i para, tha paske me ndjek rastet e rënda të kohën. I ndjeri doktori, po. Një burr i jashtëzakonshëm, po. Dhe një jashtëzakonshëm. Po, ka qenë profesionist i jashtëzakonshëm me ndjerin, ndjesti pa shpirti. Edhe këtë fjalë nuk e harroj tati asnjëherë, se tha tash kanë me ndjek gjithmonë rastet e rënda, se faktikisht karakterizoi puna e kirurgut me rastet e para. Sigurisht nëse fati jot është që të mirësh me rastet e rënda, atë si thot populli dita mirë shifet mëngjes. Nëse rastet e rënda fillojnë në fillim, atëherë kanë me ndjekën. Kështu tha doktori Meri. Po, po. Dhe? Edhe mirë, ma shkoi mirë pacienti ynë edhe ai u kry pacienti mirë, po ajo që nuk arrita unë ta evitoj të vetën si operator, po si iniciatori i procesit, por jo si operator. Mandej erdhën raste tjera pak më të lehta e pa kështu, po. Kryesisht ajo trauma e madhe e rastit të parë, themi kështu, si specializant apo si mjekëri në stazh. Sa ka avancuar në çka trajtimi kirurgjik në këtë fushë? Do thotë që është për periudhë pas luftës tash. Në një pjesë në trajnime ndërkombëtare, ishte pak më herët dhe në Paris, në vende të tjera, ndjesni konferenca, tureza, sepse e keni edhe të nevojshme, do ndjesni praktikat. Po, patjetër për ngritje profesionale do thotë të avancimet e mjekësisë duke ndihmuar teknologjisë, e cila është shumë pjesëmarrëse në zhvillimin e mjekësisë përgjithësi, duhet të ndjekim kongreset, duhet të ndjekim seminaret
kur ishim edhe më herët të trajnimet jashtë vendit, gjithçka për më mund me arrit një nivel të kënaqshëm. Komplementar të me ndjek Kënaqshëm për trajtimin e sëmundjeve që pacientët tanë të kenë një trajtim sikur se çush ka bota perëndimore. Në këtë aspekt nuk është që jemi shumë mbrapa, mos bënu shumë pesimist, me thonë që jemi mbrapa, po besoj që jemi shumë avancuar edhe nuk kanë nevojë pacientët të ankohen që nuk marrin trajtimin e duhur. Me aq sa ne kemi mundësi këtu. Edhe pse kjo është punë e menaxhmentit apo natyrisht, nuk po hyjnë në punën e tyre se ata janë përgjegjës për menaxhimin edhe për aspektin infrastrukturën mjekësore, por për sa i përket dijes tonë kirurgjike, duhet ne të avancojmë, të lexojmë, të shkojmë trajnime edhe çato praktikat të aplikojmë. Po e kemi të obliguar për arsye se edhe për rilicencim duhet marrim pojena në kongreset vendore apo ndërkombëtare për të mund më relicencuar. Është shumë normale kjo punë, se nuk mundem të ngjesim me një kirurg i cili ka specializuar para 20-30 vite, si është rasti im të mbetem në nivelin ku kam qenë. Gjithmonë duhet të ndjekim trendet e reja për trajtimet e sëmundjeve, dhe sadokudo nuk ka ndryshime të mëdha, po që për shembull trajtimi i sëmundjeve venoze, ta marrim si shembull sëmundjeve venave sipërfaqësore, viteve të fundit ka avancuar shumë saqë në metodat e vjetra të largimit të venave nuk pak aplikohen. Edhe pse nuk janë të përjashtuara, po aplikohen pak, sepse tash kanë hyrë në trend do të trajtimet me metodat endovaskulare, me metodave endovenoze. Edhe laserët e ndryshëm, radiofrekvencat apo disa teknologjia dhe gjithmonë avancojnë këto dhe për trajtim sa më shpejt, sa më efikas të sëmundjeve. A ka ndryshuar në gjatë thelbësisht në gjithë përvojën tuaj në kirurgji në fushën ku në fushën ne kemi pas fatin të shkollojmë, të edukohemi, kemi pas kuadrët të kanë qenë mjaft mirë të përgatitur të kirurgëve vaskularë në Kosovë, po që tash në krahasi fakultetin atje, po disa trajnime në shtetet evropiane. Kemi avancuar edhe në pjesën e teknikave, edhe në pjesën e diagnostifikimit të sëmundjeve vaskulare, edhe në pjesën e teknikave, edhe pjesën edhe të opusit të sëmundjeve të cilët ne i trajtojmë. Do të nuk jemi të fokusuar vetëm se disa sëmundje të cilët dim, po një gamë më e madhe e patologjive të trajtohen. Por fatkeqësisht për ne për kirurgji vaskulare këtu, neve çka na mbetet është i trajtojmë sëmundjet e aortës, që janë shumë shpeshta. Aorta është ena kryesore e gjakut që del prej zemrës dhe furnizon organe të tjera me gjak. Ende nuk po mundemi ta trajtojmë këtë aortën torakale, për shembull, aortën e gjoksit. Nuk është një patologji shumë e shpeshtë, po shumë dramatike për shkak të edhe sëmundjes, po edhe përfundimit apo komplikimeve të saj. Zgjerimi i aortës torakale është me fatalitet madh, edhe nuk kemi të avancuar një teknologji apo një aparaturë që mundemi ta bëjmë trajtimin e sëmundjeve. Këtë do doja ta shije. Këtë do të fillim do doja ta shije si kirurg në Çukuka, po. Nuk janë çdo ditore, po edhe kur vinë në raste më të ralla kërkojnë trajtim të veçantë, që ne nuk po mundemi t'i ofrojmë këtu, mandej po duhet me uzu për trajtim jashtë vendit. Është e dhimbshme kur një sëmundje në aortë që ne punojmë pjesën e barkut çdo ditë, edhe nuk kemi mundësi me metoda endovaskulare apo metoda të hapura për shkak të mungesës së aparaturës të mos e trajtojmë këtu. Edhe mandej dia ekziston. Po dhe mos ekziston dia, besoj që duhet trajnimet. Po, ato ndodhen. Mujore apo edhe vjetore të neve apo të mjekëve të janë më të ri që të avancohet për një lloj sëmundjeve që çka do të tjetër të shihet si mjek me përvojë të gjatë. Në shërbimet e përgjithshme, përfshirë edhe ato ku jeni të specializuar, çka do të shihet që thatë fillim pacientët nuk kanë arsye të ankohen më shumë po. Ankesat gjithmonë ka me pas.
si në ndaj pacientëve, po se ashtu ndoshta kemi pankesa ndaj pacientëve më shumë se ata që i kanë ndaj neve, është shumë e qartë, po ne nuk dalim në media që të ankohemi ndaj pacientëve. Ata kanë drejtën të ankohen ndaj mjekëve, edhe çdo tyre dëgjohet për arsye se ashtu jemi të prirur që atë që ankohet ndaj mjekëve të dëgjojmë më shumë se sa mjeku ndaj pacientëve. Ne nuk ankohemi kur, nuk dalim të ankohemi ndaj pacientëve ose dalim të shohim pacientin pse ai nuk është lajmëruar 20 vjet me orë kontroll edhe i ka venat varikoze. Me prevenu, po, një situatë. Pacienti 20 vjet i ka bajë venat varikoze, venat të zgjenuara në këmbë, s'ka shku te mjeku asnjëherë. Tash nuk është e drejtë jona, nuk është njerëzore ta denoncojmë pse pacienti nuk ardh. Drejta e tij e ka dhuru udhimin, po pacienti ka drejt të denoncojë mjekun pse nuk po operon më njëherë. Është Këtë në rastin më të shpesht ato... Po, më shpesht të cilë balla faqojnë pacientë, thash ka fillu me pengut për shkak nxehtë një flebit, një trombozë ose një pesmatime, dhe qysh me pritun e 2 vjet në listë pritjes, e ai nuk ardhen 20 ose 30 vjet në kontroll për me prevenu ose për me mjeku. Do thotë këto janë situatat, po. Situatat, përgjithësi. Po ai çka pyetet është çka kishin bë është shumëta. Po do thotë marrëdhënia ndërkolegiale duhet të jenë nivel në çdo institucion, sidomos terciar ku punojnë në qendrën klinike, që trajtimi i smundjeve të pacientëve të bëhet në mënyrë konziliare, të bëhet në mënyrë ekipore, që nga secilit kërkohet një mendim. Edhe pse shkenca është mjaft e gjon, po nuk mund të jemi në strikt, do të thotë kjo smundje trajtohet me këtë metodë edhe nuk ka deviacion nga kjo. Gjithmonë ka me pas variacione tjera. Do metoda tjera, një kirurg e praktikon këtë metodë, kirurgu tjetër ka këtë metodë, për arsye se ka rezultatet e mira me atë metodë. Për mund një metodë dikush punon me dorën e majtë, unë them ky s'bën me punon me dorën e majtë, pa me atë metodë me dorën e majtë ka sukseset më të mira se sa dikush që punon me dorën e djathtë. Shembull, ose me qasjen e një smundjes. Do thotë bashkëpunimi do të shihmë shumë bashkëpunim ndërkolegial në nivel profesional. Në nivel edhe është ky bashkëpunim do këtë po flet sikur që ky bashkëpunim po më thon drejtën nuk është në nivelin më thon drejtën tash me rrjetet sociale, me zhvillimin e rrjeteve sociale, me qasjen e lehtë të më thënë pacientëve të popullatës në dosjet tona, në jetën tonë, në punën tonë, bëhet edhe më e vështirë bashkëpunimi. Për arsye se duke nisë nështë secilin nga ego e tij që duhet dalë pak më i mençur se tjetri, se kemi mentalitetin tonë, mundim edhe nga xhelozia ta kritikojmë një kirurg ose një mjek, thonë ai se unë të bëj pak më ndryshe, të bëj pak më mirë për me josh pacientin, mandej aty dalim jo shumë profesionist. Jo shumë profesionist, po kjo dukurim pengon, më personalisht pengon shumë kur ne jo që e trajtojmë kolegun për pacientin, se tek e fundit jemi qenie njerëzore dy palët. Po pacienti është ai i cili kërkon ndihmën tonë edhe tash ta joshim ne duke e përbuz kolegun nuk është në rregull. Nuk është në rregull, po gjithmonë duhet t'i japim ndihmën edhe ta ndihmojmë ashtu kolegun. Shkencore, po. Ta ndihmojmë me fakte shkencore, duke u bazuar në fakte shkencore, duke u bazuar në libra, ta ndihmojmë edhe kolegun edhe pacientin. Po jam gjithmonë kundër bisedave tepërta mes mjekëve me pacienta dhe pacienta me mjekun e dytë apo me mjekun e tretë rreth mjekut primar. Kuptoni? Mandej vim në atë pikën kur ai besimi te mjeku i cili ka me operë. Lëkundët edhe kur lëkundët besimi edhe një pengesë e vogël ose një infeksion i vogël bëhet i madh. Marrëdhëniet ndërnjerëzore janë të rëndësishme, që të jenë së paku profesionale. Po. Kjo varet, do thotë çdo institucion duhet ta ketë menaxherin i cili është menaxher për gjithë, edhe ti koordinoj edhe mbarvajtjen e punës, po edhe marrëdhënien ndërnjerëzore ti koordinoj që mos ketë lohatje në punë, dhe të ketë bashkëpunim dhe frym më të mirë të bashkëpunimit për trajtimin e smundjeve mjekësore. Po të ishës sot në krye të Ministrisë së Shëndetësisë, cilat janë 3-4 gjërat më me prioritet që do t'i vendosin tavolinën tuaj të vendimarrjes? Po kthehemi në pjesën e menaxhmentit, tash nuk po hym pjesën e politikës. Jo, po flasim nga aspekti i nevojave që ka përgjithsisht shëndetësia publike në Kosovë, që të jetë më kompetitive, ndoshta më garuese me shëndetësitë publike të rajonit e mbase më gjerë.
Po e cekët fillim sigurimi shëndetësor, që në hyrje, e cekët që nuk kemi ende sigurim shëndetësor, po unë them realisht sigurim shëndetësor me letër nuk kemi, po pacientët marrin shërbimet falas në spitale dhe në institucione shëndetësore. Do të thotë një lloj sigurimi shëndetësor është vetëm se nuk kemi libret për me shku me u lemru. E sigurt gjithë pagunin nga pak në fondin e sigurimit shëndetësor do të rritet fondi për blerjen e aparaturave, për trajnimin e mjekëve, për ngritjen e infrastrukturës, për mësimin e infrastrukturës, atëherë shërbimet do të kishin më qenë më kvalitative. Në qoftë se nuk ka mjete financiare të mjaftueshme për mjekësi, atëherë nuk besoj që një është mirë do kur ti thush dikujna në ÇKK blek të shërbim ose blek të bari ose blek në gjatë tjetër që ndodhen në departamente tjera, në klinika të tjera nëse mund ta them. Kemi pas faza ndryshme, do të thotë prej periudhës pas luftës së deri tash kemi pas faza ndryshme kur është dashur me ble gaza, kur është dashur me ble penj, kur është dashur me ble dorza, setin për operacion. Kemi pas periudha të mëshme. Kritike po kritike, është dashur pacientët të blejnë edhe materialin shpenzues na sigurojnë, ne mandej dorën tonë e kemi pas të lirë në atë kuptimin që jemi të punësuar nga ministria, nga shteti dhe t'ja ofrojmë çfarë shërbim të cilin e dim. Po tash momentalisht këto penje, gaza, fasha, mantilla nuk është që i blejnë pacientat për në sallë operative, po gjithçka ka me mungu. Nëse nuk është një antibiotik i klasit lartë në listë esenciale, e cili është i nevojshëm ndoshta për pacientin, duhet pacienti ta sigurojë privatisht për me mund me ia dhënë në klinikë. Do thotë janë ato bazike, edhe pse ka antibiotik të gjenatave të reja, po me numër të kufizuar. Sepse buxheti është rrit për barna, nga ona e qeverisë, është rrit në shifra inkurajuese, por duket që kritikët kanë shqetësimin te ona e planifikimit, ajo që përmendëm edhe në fillim, se si të planifikon mirë stoqet e barna në mënyrë që pacientët për shembull të mos mbetin pa trajtim në hemodializë, mos mbetin pa trajtim barna me kancer, smundjeve malinje, kështu me barna që lëkundin edhe buxhetin e familjes. Duhet të jemi ta kuptojnë një gjë se përsëri po thash nuk po kyçem pjesë menaxherale, po nga përvoja në rrethona periferike, nga përvoja se kemi bërë edhe pse relativisht kanë filluar më herët me kirurgji, domethënë për periudhës pas luftës deri tash, vetëm se di një gjë që buxheti shumë më i madh ose një shumë e madhe e buxhetit për mjekësi harxhohet në hemodializë dhe harxhohet në barrat onkologjike. Do thotë ata që thithin më tepër buxhetin janë hemodializa dhe onkologjia. Onkologjia për shkak të smundjeve maline, për shkak të janë banat kushtueshme dhe hemodializa që pacientët çdo ditë kanë nevojë për filtra, për osmozë, për bana, për rregullimin, do thotë harxhojnë një shumë të madhe të buxhetit. Këta do thotë e pamundsojnë ndoshta një përmirësim të kvalitetit të shërbimeve tjera, mos them estetike, po më pak të vlefshme, po të nevojshme të pacientëve tjerë. Do thotë kur nuk ka mungesë të buxhetit për shkak të kufizimeve, atëherë pacientët detyrohen që të bëjnë zgjidhje edhe në institucionet private. Po çu thash në sigurime shëndetësore nuk kemi, e dim gjithë, po ata që kanë sigurime shëndetësore private, vinë ata mjekon në ÇKK, po tjerët shkojnë në institucionet private dhe marrin shërbimet, po nga njëti person, po nga unë, sigurisht si që merr ai shërbimet në institucionet publike. Nuk do të thonë asnjë gjë nga shërbimet. Puna e kirurgjisë është pak më specifike, do thotë nuk mund të them pacientit se në institucionin publik ÇKK të operoj më keq, në institucionin privat të operoj më mirë, se puna manuale ime është e njëjtë, duhet të jetë e njëjtë princip. Natyrisht. Tash për shkak rrethonave kushteve tjera është diçka tjetër. Akomodimi, po. Akomodimi në institucionin publik i kemi këto kushte që kemi me renovime të shumta që janë bërë kohëve të fundit, ato që janë kur ka frekuencë të madhe të njerëzve dhe nuk mund të mbash pastërti nivel. Të kuptohemi aty. Kur ka qasje familjar për cilësat thuaj se 24 orë hyrje dalje në spital, normal është që nuk do në diku jashtë kështu. Absolutikisht. Kontakti familjar me pacient, me çu pasul pacientit sapo është operu, po supozoj, mos ta banalizoj. Po pihat pitit
shkojmë mas dite edhe t'ja shumë. Edhe vinë familjarët krejt edhe t'ja hapin të hongër pite me jogurt bashkë, ora 8 mbrëmje. Nuk ndodhë kurku, po tash mentaliteti jonë është kjo çështje. Krahasoma shëndetësim publike. Nuk është që ne kemi dëshirë të shohim ata, po pikërisht ajo që kanë pacientët drejt, ndoshta pak më shumë ndaj neve, se sa që ishtë dashë. Duhen aty nuk përdorim ne autoritetin ton atë sa duhet, sepse pacienti ka drejt edhe kur s'ka drejt. Që është ajo thonja për biznes, për shefin, si po, gjithmonë edhe kur s'ka drejt, po. Edhe nuk mund të ndalojmë, i principi është dashë të ndalojmë vizitat. Çdo institucion jashtë ose edhe në periferinë në qendra në spitalet rajonale, kohë vizitës është prej orës 2, në 3 ose 3, 4, edhe në qatë periudhë ka marrë familjarë me vizitu pacientin, ka me marrë informata nga mjeku kujdesar apo nga motra për smundjen e pacientit, edhe sa më pak lëvizje njerëzve për rreth, aq më pushon pacienti, aq më pak ka lëvizje, aq më pak ka infeksione, aq më pak ka shqetësime, edhe puna e personelit është më e lehtë kur nuk ka njerëz shumë. Do thotë kur nuk ka infeksione edhe suksesi, edhe koha e hospitalizimit është më e shkurt, suksesi më i madh. Deri tash tërkohën, si të ka lind ideja për mjekësi? Edhe para se ta kalojmë këtu do doja të ma bëni krahasim të shëndetësisë këtu thash dhe në rajon po supozojmë. Për sa i përket disiplinës ku jeni ju? Sa i përket kirurgjisë vaskulare, tregova, ne kemi pas fatin që të kemi profesor tashmë disa të ndjerë, të kemi mësu kirurgji vaskulare, ka qenë nivelet top, kështu të themi, nivel lartë në rajon. Edhe metodat që kemi mësu smundjet trajtimet, i kemi mësu nga ata, profesor Gazmar Shaqiri, Sadri Bayraktari, Zenel Kilmendi, edhe trajtimet tonat më vonshme e kam bërë që ta marrim një kontinuitet të tyre. Mirë po, metodat endovaskulare ende mungojnë në QKUK. Do thotë, metodat endovaskulare me metodën aplikimit të teknikës për shërimin e smundjeve të enëve të gjakut ende në mungojnë. Do thotë, në qoftë se kemi një zgjerim të aortës abdominale, cila është patologji e shpesht, në shumicën e vendeve evropiane bëhet me metodë endovaskulare. Çka nuk kupton kjo? Do me përmes artereve hyet me katetra, vendoset proteza edhe e shëron e lokalizon aty atë aortë që është zgjenume, e vendos gypin e ri përmes vrimave në ky shërbim duket që është i domosdoshëm. Ne e bëjmë metodë pacienti ka i bëjmë zgjidhje, do të bëjmë metodë të hapur, duhet me hap barkun, me rregulluar katezën me mëkem. Nuk është e përjashtuar. Nuk është e përjashtuar, larg asaj që të jetë e përjashtuar si metodë, më thonë që ne po operojmë diçka që është ndaluar. Po është metodë më agresive, është metodë më pak e kushtueshme për institucione se proteza është më e lirë se sa kjo endovaskulare, por merr ditë qëndrimi më gjatë pacientin në spital. I nështrohet intervenimi më agresiv, do thotë duhet me qëndru disa ditë, duhet me qëndru mjekim intenziv një ditë apo 2, duhet derisa të rikuperohet, i kalon. A janë raste të shpeshta këto do ke? Po, jam mjaft shpeshta. Diagnostifikimet në institucionet që bën private dhe publike, pacientët tash ka filluar vedia më ngritë, se shkojnë për një dhimbje të thjeshtë barkut, bëjnë një ultrazot të barkut të abdomenit, atë diagnostifikohen në të rastishme. Po flasim për aneurizmat e aortës, apo zgjerimet e aortës abdominale. Shumica e pacientave diagnostifikohen rastisht duke bërë një ekzaminim tjetër. Për shkak gurve në veshk ose për shkak dhimbje të gurve në idhës, edhe radiolog ose mjeku familjar e shef që është një aortë e zgjeruar, e udhëzon tek ne, mandej ne trajtojmë me këto që folon, po zakonisht duke ditë protokollet prej sa centimetra ose duhet të jetë arritur deri sa për me trajtimin kirurgjik të tyre. Sa je lidhur me fushën tuaj? Me mjekësit, sa je i lidhur ngushtë? Po gjësi, sa emocionalisht je i lidhur? Po gjësi, ne me kalimin e kohës, do thotë kur bëjmë një stazh gjatë në kirurgji, atëherë edhe nuk mund të jetojmë pa kirurgji. Ne si dukem se pa kirurgji, edhe kur bëjmë pushimet, jemi diçka shkëputur nga pjesa e jetës, pjesa e përgjithshme. Jemi mësu
jo me pa gjakun, jemi mësu me ndihmu njerëzve, jemi mësu me atë empatinë që kemi nda njerëzve, edhe atë endorfinit apo dopaminët që ne i përjetojmë, kur dikush na thotë doktor Zoti trujt, doktor me fjalë të ndryshme falendëruese. Do thotë jemi mësu me këto fjalë me bekimet e njerëzve. Po absolutikisht. Po, ndodhën nga herë edhe ndoshta Qortimet, po mos ishin qortimet nuk do të kishim me qenë edhe përmirësimet. Anë të ndryshme. Po gjithmonë me tendencë që përmirësohemi, jo gabimet e tjera ndoshta kishin më mirë, më përmirësohet se sa gabimet e tona. Gabimet e tona ose gabimet e veta personale çdo kush i lëm vragu, i lëm pasojë më të rënda dhe e vendison pak më shpesh se sa në gabimet e huaja, po njëri më shumë thonë i mëson për gabimeve të huaja, e ai tjetri për gabimeve të veta. Kështu që po tentojmë më pak me pas gabime, edhe pse e kryen operacionin për mrekulli këtë protokollit të zbaton, po diçka nuk shkon. Po. Për ato shkruhet që letra e protokollit atë në fund në shkrimit apo? Po. Kërkohet vendimi. Si nise më marrë me mjekësi? Atë kujtë 19 vjeçar morë rrugën për herë të parë pa shku asnjëherë në Zagreb. Mjekësi apo? Po, në fakultet mjekësisë është. Një rrëfim do doja për të pjesë dhe me këtë do doja ta mbyllë. Po, ndoshta ne jemi shumë relaksues, po ndoshta kjo është emision relaksues, po është temë e gjatë, po zakonisht mentaliteti ka qenë i tillë që nxënësat e mirë, ata a priori është dashur të regjisohen dikun në mjekësi. Nëse mirë në kuptim të them shkollës mesme dhe shkollës fillore që ka pas një përgatitje optimale në shkollë të shkojnë në mjekësi, pasi se ka qenë mjekësia ajo që i ka kërkuar ata që dojmë investu në dije më shumë që janë këmbgulës edhe që dojmë me kalu kohën me libra më tepër. Po ka disa momente familjare ndërsa të cilën ka shtyr që duhet të shkojë në mjekësi. Para se të filloj të regjistoj fakultetin e mjekësisë, operacione ndryshme të anëtarëve të familjes, dhe kom pasi si ëndër që të bëjmë jo vetëm se mjek, po edhe kirurg. Do të trauma më e madhe që përjeton familja, po foli për pjesën tonë ose familjet tona të zakonshme, kur operohet ndokush, atëherë është një zhurmë më e madhe, një nam më i madh te pacienti, te familja. Do thotë kush e ka operuar, çfarë smundje ka pas, di që ka pas pacienti operacion edhe është varë me gjallë apo me vdekje. Ka shpëtu, është bërë operacion e ka shpëtu mjeku, kirurgu. Edhe kjo ka qenë një ëndër që duhet ta ndjeki edhe të mësojmë fillimisht fakultetin, ta kryjmë me përkushtime, me zell, edhe më së pjesa e kirurgjisë. Pak duke i falendëruar fatit, pak edhe angazhimi sidomos, edhe kemi arritur atë. Nuk ju ka nda asnjëherë. Jo. Edhe në vitet e luftës, kur ishe në Kroaci atje. Jo. Cilat janë momente më kritike si 19 vjeçar pa shkuar? Po kritike shumë momente kritike kur kemi pas shembull. Sot e kem GPS-in, ka pas momente kur në periudhë kur me familjen kemi qenë shkputur në aspektin informativ, s'kemi mund të marrim as informata, as japim se ka qenë lidhje telefonike shkputura, nuk kemi pas kontakt me familjarë, nuk e dinin çka po ndodh këtu. As ata nuk e dinin çka po ndodhte në një letër ose përmes familjarëve tanë në Gjermani, Zvicër, në mënyrë indirekte, do thotë informoheshim për shëndetin e familjes ose i raportonin për sukseset e tona, provimet e avancimet e këto, do thotë gëzimin e ndalim në mënyrë indirekte përmes familjarëve të tjerë. Nuk ka qenë lehtë, kemi ushtrimet ose ligjëratat, shpesh po foli për fakultet në Rijekë. Ka ndodhur që kemi qenë në sallë duke ushtruar, kujtosi sot anatomi, edhe ran granatat, të ndunë me shku se fillon granatat ndridhet, me hy në ato farë strehimorët në podrom, me prit derisa të përfundojnë granatimet e derisa të përfundojnë rreziku i përgjithshëm. Do të si njëri është traumë pak në aspektin e përgjithshëm, plus kur je jashtë larg familjes, larg mbështetjes familjare. Shto dhe me shumë, me raku, mërzia. Kemi pas fatin, unë kam pas fatin që kemi qenë disa kolegë shok nga Kosova, nga Presheva, cilët jemi mbajtur nga Maqedonia, cilët jemi mbajtur shumë mes vete, edhe gjitha hallat brengat, ato e kemi nda mes neve dhe e kemi te kalu ma let gjitha rrugtim,
derisa kemi mbaru fakultetin. E madje kam pas fatin edhe pjesë specializimit të kryet, kështu. Është tregim i gjatë kështu, po peripetia të mëdha shumë, po kur përfundon gjithçka mirë atëherë edhe edhe në kohë lufte e kanë lidhur shumë me profesionin. Nuk ju ke shkuar asnjëherë. Jo. Kirurgjia luftarake që ne kemi pasur asë në këto është një fushë tjetër, do thotë ke të bëj është një fushë ekstreme, ndoshta. Fushë tjetër, rastet ekstreme se lëndimet e luftës apo të predhave, plumbave janë natyrës tjetër me kirurgjinë elektive, kirurgjinë që ne planifikojmë me. Do thotë ballafaqohemi me një organizëm i ri i cili për një moment ju ka nështruar një dëmtimi masiv ose një dëmtimi të izolum të ekstremitetit të gjoksit, barkut, kudion, luftës, edhe atë janë trajtimet pak më ndryshe se sa këto. Po përgjithësi janë principet e mjekësisë të cilat kërkojnë trajtim adekuat. Po është traumë e madhe ku një njeri që ka qenë mos them në fushë të betejës vjen i plagosur nëse pa ekstremitet është traumë. Deri fundit atë ka shkua ndonjëherë në mendje ta praktikësh Kosovën. Si praktikën shumë kolektiv. A ke pasur momente që bile kundër për shkak të nevojave mbas edhe të fëmijëve, tuat, ambientit, klimës, siç e raportojnë shumë? Kam pasur jo mundësi, po edhe oferta që punoj në Suedi, kam pas një ofertë shumë serioze në Zvicër kur isha para disa viteve. Kujtohet me shefin drejtorin e klinikës ditët e fundit isha një hospitim, një trajnim, me thëmë, tha qysh i ke planet ta don? Po? Thash që po ajmë drejt, thash edhe më dëshirë edhe më thonë një shqiptar ishte aty, tha doktor, tha këta nuk të marrin ta zvicant me të ka përdore me të lënë, tha ky po të tregon, tha a don me nejt, as do me nejt, që i ke planet, po me thonë drejtën, ndoshta në aspektin personal edhe në aspektin financiar kishte qenë shumë më mirë. Ndoshta edhe në aspektin e qetësisë mendore, më marrë me protokole, më marrë me institucione që kanë një traditë më të madhe dhe një traditë më gjatë se sa ne që kemi këtu, do të kishte qenë shumë më mirë kisha shku aty apo të kisha ndejt aty, në Zvicër apo Gjermani apo Suedi ku. Mirë po, e thash pak më herët periudhën moshën e mos them të adoleshencës, moshën rinore, kam qenë periudhat më të vështira gjatë kohës luftës, studimet, edhe më duket se u pata ngop me jashtë vendit, jashtë vetëlindjes të rritën, më thëmë pjekem, kështu që nuk kjo ishte ajo pengesa që më bonën për me vazhdu veprimtarinë edhe me gjitha peripetit, me gjitha bryllat, me gjitha ngritjet, ranjet, të vazhdojmë punën këtu ku jam duke vazhdu. Duke të falenderoj për kohën, që ishim me mu në këtë emision, edukativ dhe informativ. Po pak edukativ ndoshta s'di sa kam mund me qenë se nuk u kyçëm fort në smundje nuk u kyçëm shumë për simptome, për trajtime, për barnë nuk përmenda fare, kështu as trajtime, as metoda operative, po ishte kështu një bisedë mjaft e këndshme që ka besoj që ajo që doli nga ky emision është njerëz me kohë duhet të vinte ju. Të diagnostifikohen me kohë në mënyrë që të mos e lëm problemin të hiperpolizojë, të shkojnë në për masa që edhe për ju të jetë e vështirë të trajtojnë ato probleme. Po. Duhet personat, njerëz duhet të vinë të bëjnë një vizitë të mjekut gjithsesi. Simptomat e parë të çrregullimit duhet të informohen, sado kudo të marrë një mendim nga një profesionist edhe mos të lënë që të progredojë smundja në një farmacë ku edhe suksesi jonë është në përqindje më të vogël. Do thotë sa më herët është edhe suksesi jonë është më i madh. Për ata që kanë fatin me ardhmë herët, vinë. Për ata që do neglizhojnë shëndetin e tyre, i kisha thonë që mos ta neglizhojnë, po le të kërkojnë ndihmë, le të kërkojnë një shpjegim sado kudo edhe do ta kenë malest. Falenderoj. Mungesa dia jon, besoj që nuk mungon, ata që duhet dim, i tregojmë ata që nuk e dim, konsultohemi, edhe nuk kemi kurfar barriera rreth kësaj çështje. Doktor Bekim Ademi, faleminderit shumë për kohën. Zakonisht kjo hapësinë është pjesë e trajtimit të problemeve raskapitëse politike dhe jo vetëm politike, por e rëndësishme është që në këtë studio, në këtë hapësinë të shohin audienca jonë edhe një profesionist
të regjur të fushës, që gjithë jetën nga mosha 19 vjeçe e tutje është në këtë bransh, edhe që ke vendosë me lajnë Kosovë se boll kënejt gjatë studimeve jashtë familjes, kjo është arsye pse se ke braktisë Kosovës. Të falenderoj shumë. Faleminderit të juaj. Natën e mirë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.